me paralajmërimet apo masa disiplinore, për këto merret kryetari i grupit dhe sipas rregullorës së grupit, kur mungon në një mbledhje apo në një seancë plenare apo në një vend të rëndësishëm pa justifikuar atë mungesë, atëherë ke një masë disiplinore që quhet paralajmërim për përjashtim. Nëse merr 3, përjashtohet nga grupi. Zoti Rama për momentin, pavarësisht të gjithë kësaj krisje ndoshta, nuk i intereson që të ngel pa 83 deputet në parlament, i bie që atëherë do të jenë 82, por mbetet për të parë si do jetë fati politik. Një mesazh për Spiro Palin nesër në asamble me të gjitha gjasat, ai do ta ketë në mos të drejtë për drejtë dhe me emër drejtuar saj, por një mesazh. Po, dhe gjithë kjo pakënaqësi të paktën sipas burimeve e zotit Rama me Spiro Palin, mbetet për të parë nëse përkthehet në vendim, përsa përket se ajo është drejtuese e qarkut të Tiranës, dhe mbetet për të parë nëse zonja Spiro Pali do të vijojë të qëndrojë edhe sërish pasi të së nesër. Po nga ana tjetër, gjithashtu ka patur Vlora, ka disa probleme, jo përsa përket drejtuesit politik, por kryeministri Rama nuk është asnjëherë i kënaqur me Vlorën, e kemi parë që fundjavë ishte vetë atje, lëvizte me duar, me këmbë, pas takimit që kishte me deputetë me kryetarin e bashkisë, edhe çështje të tjera. Mbetet për të parë se si do të rimodelohet përsa përket drejtuesve politik. Ajo se çfarë ndodh në parti, ndryshe nga qeveri kur zoti Rama i miraton vetë dhe i shkarkon vetë, në parti vërtet i vendos zoti Rama, por formalisht duhet një vot për drejtuesin e qarqeve duhet vot nga kryesia e partisë, ndërkohë për të ndryshuar sekretariatit duhet vot nga asambleja. Por ne kemi parë që zoti Rama i ka bërë publike dhe më pas janë votuar dhe mbetet për të parë dhe përsa përket sekretariateve të partisë. Ja, dhe prekim pak më poshtë çështjen e sekretariatit. Nesti në të dielën në 22 mars, përveç se ditës simbol për Partinë Demokratike, fitoria e 92-shit, është edhe një ditë pushimi, e kanë marrë parasysh organizatorët e protestës, sepse është një fest tjetër. Sot kemi Fitër Bajramin, kemi Sultan Vruzin. Socialistët nuk janë pushim. Socialistët nuk janë pushim, ata nuk pushojnë asnjëherë në fakt, po se do jenë gjithë ditën në Durrës Shturën, kështu që të dielën do bëjmë pushim. Ndërkohë demokratët kanë pasur një diskutim sa i takon datës së protestës edhe në mbledhjen e grupit parlamentar, por edhe në kryesi gjatë javës së shkuar, ku disa prej deputetëve dhe anëtarë grupit të kryesisë i kanë pohuar zotit Berisha që kjo është një fundjavë gjatë që ndoshta mund të kishte një ndryshim. Me 4 ditë pushim. Po, sepse ka nisur që sot pushimi për administratën, por edhe për një pjesë të sektorit privat. Dhe zoti Berisha u ka thënë demokratëve që për ne në opozitë nuk ka kurrë pushime, do të kemi një mobilizim serioz edhe në këtë protest. Kemi parë ditët e fundit që deputetët janë shpërndar kryesisht në Tiranë për të shpërndar fletthirrjet, fletushkat për protestën e së dielën. Ata shkojnë edhe në seancën e të martës e vlerësuan më të